Një 21 vjeçare shtatzë në muajin e 8 është gjetur e vrarë, ndërsa foshnja që mbante në bark rezulton e zhdukur. Ngjarja e rëndë e ka tronditur Kolumbin. Maria Camila Potosi u gjet më 20 korrik pranë lumit Melendez në zonën La Buitrera të qytetit Cali. Sipas autoriteteve, ajo kishte disa plagë nga thika dhe foshnja ishte nxjerrë nga barku i saj. E reja ishte raportuar e zhdukur 4 ditë më parë. Kamerat e sigurisë e kishin kapur për herë të fundit më 16 korrik, duke u larguar me motocikletë së bashku me një grua që ende nuk ishte identifikuar. Gruaja në pamje u njoh më vonë nga familjarët dhe u dorëzua tek autoritetet. Ish partneri i saj deklaroi se ajo ishte kthyer në shtëpi një ditë pas zhdukjes së Maria Camila Potosit, duke u sjell sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Policia e Calit ka konfirmuar se gruaja është vënë në akuzë, ndërsa hetuesit dyshojnë se në këtë krim mund të jenë përfshirë edhe persona të tjerë. Autoritetet kanë ofruar një shpërblim prej rreth $63.000 për çdo informacion që ndihmon në zbardhjen e rastit dhe gjetjen e foshnjes. Prokuroria kolumbiane po e heton ngjarjen për vrasje të rëndë, torturë, zhdukje me forcë dhe fshehje provash. Deri tani nuk ka asnjë informacion zyrtar për vendodhjen apo gjendjen e foshnjes.